E mërkur emisionit të dashur ora është 9:18, jemi këtu zbashur në këtë emision I cili është I radhës për neve sonte. Valentin po shkelqen. Përshëndetje, faleminderit. Lume po shkelqen. Faleminderit, gjithashtu Çuna dukeni shumë bukur. E mirë që kam thonë që sot do kemi temat nxehta, është e mërkur, sigurisht që nesër proma kemi ardhje të reja, kemi edhe video të udhëtimit, se si kanë kalu këta, mirë, po kemi temat të cilat do t'i bisedojnë, janë tema që janë super nxehta bashkë. Lume, unë e di që na kena pas një marrëveshje që me ki kam ofrit në seriozitet pak, po e mërkura është e mërkur, ditë baksuzi na thojna. E morë që ditë baksuzi, po na pe gjujmë në të Valentin, që shkallove ti këto 2 ditë? Kam kalu shumë mirë. Psa? Po isha për një udhëtim edhe po shikoja video tona, po knaqesha, po nxirrja disa foto, disa gjëra, shumë mirë kam kalu. Shumë mirë ki kalu, edhe po doke shumë bukur të veshë. Faleminderit. Si bralli, thojmi na. Faleminderit, shumë. Okej. Këtë veshje ma ka mundësuar televizioni, me thënë drejtën. Televizioni, E përshëndes First Channel, faleminderit për veshjen që ma keni mundësuar. Bravo. Do bëja një pyetje, Heidi. Heidi, që shki kalu ti këto ditë? Kemi kalu super. Heidi, do të bëj një pyetje shumë veçantë për ty. no. Heidi, qatë pengon të Noeli? Të Noeli, Po. shumë gjëra. Për shambull, Sjellja e ati. dhe I tani unë nuk kam në I vrejtje të Noeli, po ti qa ki vrejtje? Fjalë shumë gacmuse. Ti po nga smuse, po... E për nxehta. Po kesh kuptime, Noel, lutem. Po, edhe qështë kështë para pati Noelin? Noelin e kisha shiku Falë, po. shumë një djalë tepër I dashuruar. Te për I dashurum. Shumë I dashuruar. Ja, ma s'ku I ti dashuron. Si njëri dashuron, po të dashuron. Se ka nisë me dashuru ty. Ja. Nuk e kemi të kjarë. A ki të kjarë, Lume? Heidi, po të ti dashurum po. Shprej dashuri shumë. Shprej dashuri shumë? Me bo me shpreju rejtje, ju thunë jo Po, qërëm, është e vërtet, ama në shprej dashuri me në moshkull nuk lejohet be kja dyshus. O, ajo është e jotja, moje, me se hop. Se po ndjesh nga smupi Noelit? Shumë. Noel? Lutem më konë femën që të më abet, të din, 2 lovës ja baj, me njëherë, ama lutem më shkull jam be. Noel? Varë si e mërë Heidi, ja? Heidi. Noeli jam shumë I dashuruar, mo Heidi me jetën, me artin, me skenën, edhe ne këtu jemi konkurrent, jemi koleg, flasim, qeshim, Valentina, në ty nga s'ma Noeli? bëjmë shaka, kështu që Noeli bën shumë komplimente dhe unë komplimente. Sepse në jetën e përdishme po flite që Noeli dhe Valentina janë bashkë. Jo, unë e kam si vlla dhe di të themi gjë që shumë, unë e kam shumë për zemër. E kam kolege, e kam çdo gjë. Edhe unë e kam shumë për zemër, edhe komplimentet nuk I marr dobësi. Të falenderoj sepse është faktikisht njeriu ka nevojë dhe për komplimente, të bën të ndihesh më gjallë, më re, më bukur. Heidi nuk I pranon komplimentet. Kështu që jo, Heidi si pranon, unë I pranoj, të falenderoj nga zemra vllaçko, kështu që vazhdo t'i bësh komplimente se unë shkëlqej. Noeli e kam artin në lëkur. Heidi, është mendimi I Heidit, edhe unë pësoj. Me qenë se Heidi, një sekundë se së mbarova, me qenë se Heidi nuk pranon shakat, si që jemi këtu, do me thënë, e flasë si konkurencë, ne jemi edhe jashtë emisionit, jemi deri diku, e kemi atë konfidencën. Njëjtën dashuri ashtë edhe masim sot, ha? Jo, fjala dashni për cilë një pozitivitet, do me thënë, kam respekt, flasim, bëjmë muhabet, qeshim, edhe bëjmë edhe shaka shumë. Shumë jam tip shaka gjikë, kështu që po më kuptoj Heidi, po më kuptoj tjetëri, okej, po së më kuptoj, I fosim një shila aty. Unë e prej ditë të sport që kom në emision, mu non stop, unë s'pedi vlo, shka kokë? Unë s'jam të e kuptu që to. Lume? Unë po dyshoj diçka të Noeli, sepse Noeli, kur erdhen gjithë stafi të bum, ja filloj me komplimente, po disi
Komplimente dhe bilione reagova, thash, o Noel, Komplimente mua dhe Ganijes. Dikuja kem nu syrin, kujt nuk e di. Ja, ty bestik fo. Ja, ty bestik fo me më Gani, jo. që do këno Noeli ty? Që do t'ju komentojmë gjithë, vë? Noeli më duket shumë djalë i mirë. I ka rregullat e mira, edhe komplimentit ka shumë bukura. Cilën e ti, Shumë delikat. me Gani, energjinë që ka vetë besim të vetja, shumë i besëm vetës, edhe dashuron vetën shumë. Kështu që unë s'kam ko gjatë bëjt keqe për Noelit, e kam thjesht një kolegë, respekt Lea, vllaç që do këno Noeli ty? A të ka dhënë komplimente ty Noeli? Jeti, po falë. S'pari herë ku edhe tu në mision, me të parë herë ku e zatet o më dha, do më thonë kë me fjallë. A di kushan ki bukurar? A ndive mirë të? Po normal që ata që e ko jashtë, edhe ata që e ko në kështu në prendim, e din që ka dashnia për shumë, që ky shprehet me një fjallë, a dy me shumë mira, vedem. Pasharë. A pasher, me një fjallë. Po. Vajt, ti qësh më ndihesh për Noeli? Prej Noelit ndina shumë mirë, edhe ishtë gjalli mira, po den ka pak ishtë nevoj me prej kështu, a den shka, ama nuk është lidhje. Une kom qëllu, a den pak një madhe edhe për balaj. I thash, ule barku, thash se ke shumë bark, i thash unë që t'jesh në qik ma... Ta citoj atë pjesën e preke, kurse Heidi me sa shikoj unë do t'japi pak rëndësi vetës, është problem. E, ty Noel që duket Heidi? Heidi shumë djali mirë, e them sinqerisht. Super djal, është inteligent, është djal me kulturë, është djal i Ta rregull. këthej bek. Absolutisht jo, unë shpreh ato që e them me pasërti me transparencë. Edhe them që këtu kam, nëse kam respekt pak më shumë, për dika këtu ka qenë Heidi. Ndërsa ajo që tha Heidi është vendimi i Hedit, po koha vërteton gjithçka, dhe Heidi do e kuptoj shumë mirë Noelin se kush është Ka Noeli. thonë që ka Noeli që s'pendim vetën mira, që ka mua biti? Bëmi cik. Qora mëne, jemi kolegë në emision, dhe jashtë emisionit, kina pikave me Noelin. Po one jam dyshysh një farë tipi që, më hanë diçka që tu mrena që, shka kokë vëllo kjo njeri me muë, pse vish mu, pse... Që ku jam plot tjep, pse vish mu drejtu, dhe më këtanë. Të edhe fanderi për respekte. Unë nuk e se të Dea, nëse t'ka thonë që shka omër, një sekund. një është i nërumë i respektu. O, Kik. Unë jam djalë, do me thanë që jam djalë pa komplekse, edhe këtu thash jemi konkurent, jam afru këti djallit këtu që se një fare dhe jemi Leo, unë s'gabom, Liridon, qënë ka më falë se të kërkojnë djesë. Atere, unë i flasë Liridonit, i flasë ati djallit atjet Zeka. Zekës? shqiptarit Macedonisë, po, u flasë gjithve, për mu janë gjithë njësoj. Nëse thash, kam pak respekt, unë të vlerësoj vetëm si karakter, si djalë, po jo si pamje, se u jam narcis për vetë, u jam i dashur me vetën, kështu që mos i gatro gjana. Mos ndoshta nga që është doganier ka nevojë. Narcis. Valentina thot, edhe i herë Valentina? Ndoshta nga pozicioni i punës që është doganier. Absolutisht. A kine mu doganu? Yes. O, Valentin. E para së m'lidh gja me doganën, e dyta se kam problema së të pjesa i leku, se jam i kompletum. Hajgare. Jam i kompletum, nuk i shon Komplimente, njerëzit po me duken status. shumë Noeli e di ku i shikoj njerëzit, ta them sinqerisht. Po. Te bagazhi, mos jeni ignorant, pa paragjiku asnjë, se nuk mundem, step, Dhe më shumë thonë, e nuk stil. ka në kësan më ndryshu këtu. Një, edhe e dyta, e vetëja gjatë që unë s'ka për ditë dot është hipokrizia të njerëzit. Okej. Kjo. Qështë do këtë ty Noeli? Noeli është një djalë i rritur në diasporë, ka një kulturë, do të thotë nga perëndimi, është një djalë pa komplekse, i hapur, si shta, e mendon ato që ka e mendon, ja thot njeriu direkt, qoftë për si e pranon njeriu. Unë e vlerësoj Noelin si një djalë fashionist, një djalë i modës, një djalë me një kulturë evropiane. Faleminderit, Rosh. Noeli jam i lindën për formatin Big Brother, kështu që do ja u jap kënaqësinë gjithë ata ja këta këtu janë, se këta jemi
deri diku A shok. ishte hi me Heidi në Big Brother, a këshit hi o dy të bashkë? Edi s'ma do me ta fitoj një audicionin, një të futë. Nuk ma do me. Se Edi është kështu, au, asë ato kalamajt e vegjën, e ke parasysh orë lulebore. A me merë për zhë, kështu që s'ma do me. Që bo pra Hedi, të pse format. ty bistik pa? Ja, ky tha ty bistik pa. Unë me ime këto Big Brother. Ty besik, fa. Pse? Haj, zotë runa. I ka thonë diçka Noeli. Ti ka thonë, ë? Pe mban I sekret. pas ka thonë diçka rënë që ky ka ta shumë gjakin zetë. Kështu që edhe një kom prezant që ti. Gania o kom nga që ka thonë. Shu që Unë mendoj të Jam shumë diçka që do donë të tynte. beson vesh. Po të pyet Valentina. Unë do doja të pyesnim ty me këtë do kishe qefti të hyje në Big Brother. Me këtë do doja t'isha Se po bëhet Big Brother. thënia, po. Po, ta them përgjigje, unë kam shumë miq, edhe televizionit, tartit, miq, them, jo shok, miq më lartë. Por për këtu, me që më bë pyetja do ishte ti. Oh, faleminderit. Do ishte, e kam thënë edhe para që të më bësh pyetje. S'ke nume. Ja, Do ishte ja, Valentina. S'ka. I dyti do Pse ishte, me Valentinën? i dyti do ishte Ja, shikon. Tash po dyshoj unë. Shikon. Ja ti leku, më fal. Fillon Do ishte dyshime. Vali, Fillon Vali. dyshime. Shqipja Me thash për që i fillon leku. dyshime. Fillon dyshime, do më thonë, Valentina, Noeli, Që Valje. ta konceptoj, Valentina është tip, më në gjithë muhabeti me Valin, edhe është shumë pozitive edhe është edhe Vali pa komplekse. Valje, Ndërsa Vali është allegro, më pëlqen tipat allegro. Është djalë pa komplekse, i qeshur. Vazhdon pyetja për Valin, me këtë do Është- doja të hyje në Big me Brother. këndo Vali. do e Val? Po, Unë me hija? me Noelin. Shamo, aty tash po flajmë bashkë, Valje, a ki problem me flajmë me Noelin bashkë? Ja, se kësha po problem, se që ka me bo kjo aty? Me prasit s'ka. Për zha. A kishë me vlatë qitë Noel? Unë nga bujësia s'marr vesh, po të prashis ty e të krasis. O jam nga ato krasitje që të krasis edhe nuk kle me lullzu, kjo është ma e bukra. S'të Krasis çel ke lule. çfarë? Nuk të çel lule, thot. Hedi, cila është konga që a kishë me kënu Noelit? Në kongë kështu. Hajde? Valloj nuk kam kongë për mja kështu këti. Si del kënga? Shumë del zoneve, ki shumë del zoni mi kënu. Jenë muzikë, qaroz, lak, në ma një kongë, qëllën ja kështë kënu? Het, Valloj nuk kam ide mi kënu. ti ka një? Se përshoj që për mëson Hedi, në qëllën kongë ja kështë? Jo, tash për qes, unë e vetën pozitetit, i shakon tash unë e edja kësha bo, lem tjetoj me mërzin tem. A më në fakt i edhi jo Gania. Respekt la. Po sikur t'ja këndoje nga vetja Ganis, ndoshta kishe një Ja, këngë ta bukur dy për ka atë. raportet e mira. Ja, unë e kam raport mirë me Noelin, e kam shok jaran, koleg. Një djallë si Noelin Malishev. Ka shumë Malishev, adi si ku Noeli, edhe ata janë adi qishtu që shprehen me dashni, apo kupten, shprehen me fjallë. Pas ka ishtë Malisheva para, se pas kem ditna. Ha? Po pra, për Po këta... po, Pse janë negativ atje? Po pra, për këta Si pas në esë para. Si shpjegot? Jo. Një sekund, ta ndaj pak. Dhe gjam. Okej. Prit një Në sekund. Malishev, tipat si ti dhe Unë nuk e di se s'kam qenë asnjëherë Jo, në Malishev. tipat si ti dhe si tipat si jon, shihen ndryshe. Unë se ti tipat si ti edhe si jo, nuk flas për veten. Po pra, po flasim tipat si ti dhe si jon, Ate po shihen flas për ndryshe. Do me thonë nuk janë ndryshe nga tipat evropian, kanë që me po me tu qelvia, tu prashit, tu shku punë, O, setër e pika. pantall, ose na setër e pantall veshë, Dakor. po i modernizojnë diqysh. Okik. Unë edhe nuk dal jashtë karakterit. Unë jam djalë pozitive para, një. Po pra, tu Që t'ja u bëj qartë edhe këtyne, unë nuk kam orientim. nuk Për jemi të meshkuj, orientimi dy. seksual, Jo, si jo, jemi të orientimi po u seksual. drejtohem kështu, dy. Se Po. u po ta kem e them edhe se kam problem. Edhe sikur e kam thënë edhe me një putat tjetër, një As- sekond. Edhe sikur të kisha orientim, as janë nuk ka shumë Asnjëherë nuk u fut askush në U orientimin bën seksual. ta. Ishte tek
modernizimi i çunave, ajo ishte tema se nuk e kishte askush askush. Jo, e kisha këtu se tha ky djali Leo, nuk ja di emrin e mirë. Leo Trim asi e ka. Po ti the tash goxha djalë Tha që Noeli është djalë që dhuron dashuri, edhe kishte pasën përparu shumë në Mali Shef. Po pra, sepse në Mali Shef flitet për këto çështje dhe çunat si ti evropian që shpreh dashuri. Edhe do të përgjigje pse janë negativa ne si pasën përparu. Po ta thash pra janë në si me shku në gostivar njëjta gjë. Mos e di ç'a boto shoku se jemi në 2026. A mund të pyesem për Mali Shef? Mali Shef më herët shkonte një tip më i modernizuar si Noeli. Më herët kishte me qenë sikur Tarzani nga xhungla dhe ku është ai filmi kur bien në qytet. Dhe jetë duke i shikua ato gjava, kupton, që ashtu e kështin shikue. Nuk se di, se unë abitëm se jemi në 2026, të jeshi modernizum. Ndërsa tash e shikojnë normal. Se dhe atje ka djemë modern, ka djemë që vishën bukur, ka djemë që janë mendje hapur, ka që janë jashtë. Sheve, përshëndes shumë Kasum Morina dhe studion e ti dhe gjithë stafin e cili ka qenë bashkëpunëtor i pandashëm i gjithë programacioneve tona. Kasum me gjithë stafin të në shumë respekt nga ana jonë. Me Kasumin kemi punu vite bashkë dhe është nga cikur punohet në tipa t'il. Isuf, do të bëj një pyetje në ajo Isuf ty. Noel, do thot Isuf, po. A e kishe paramendu emrin Isuf? A e kisha që? Paramendu emrin Isuf. Aha, po, nëse gjyshi që si të në do e kishe emrin Isuf, ne shqiptarët, ku lindim qunin e partë mesit ose të fundit, i vendosim emrin e gjyshit. Zek, një tip si Noelin Maqedoni, shamo që shprej dashni, Zekës Shkupi, kërë qytet, Kërë qytet e Maqedonisë po edhe Shkupi ndahet në Saraje. 2 pjesë. Po në pjesa ndryshme, po. Një qënë që i thot zamër, shpirt, je yll qunit, që ka thënje dhe nuk ka të bëj me orientim me menu që është dylbera, apo si thënë pjesa tjetër, po, e ka thënje. Si pike parë, unë nuk paragjikoj njerëzit. Nuk jemi të paragjikimi, jemi të quna që flasën me dashuri nga i taj qunit. Unë për këtë loj, si kërke që po thot ti, unë ndje një pozitivitet. Po pra, aty jemi edhe ne, që duha ta... Një pozitivitet, kështu që jep dashuri, nuk jep, du të themë, nuk jep kritika, nuk jep ofendime, nuk jep rëndime. Absolut jep një dashuri, edhe kështu unë e ndjesi një pozitivitet. Valentina, ishe martu shamull je vajzë beqara, ishe marrë për burë Noelin? Po. Edhe qa dhurati kështë pru për dhurata e pare, jo t'ja përshëm Valentin për Noelin? Jo, në fakt, unë pres dhurata, nuk jap dhurata, femrat nuk japin dhurata, gjithmonë meshkuj duhet dhurojnë për femrat. Kik nëse martuan Valentina me Noelin, unë edhe Gania bakëshishë shkujnë ndarsum. Më orkestër. Kurse ultimin e ka papore prej meje. Ua, gjitha këto dhurata, ua. Unë e lumja o maj konferencë nga... Na e o bojnë në ahengon në... Noel, kënë qëka qëtosh? 2 dhuratat veçanta. Po, 2 dhurata. Makina e valit isha e konsumu me suhapshin ishin ato siguresat e prishme. është si me qenë burë të 313. E këta dytë? Kurse këta mirë, shumë mirë. Edhe i djali shumë mirë nga Shqiptari Maqedonisë. Po. Valentina, po. Valentina është pa i borë reklam, është super femër, është vajzë me karakter, është vajzë e zgjutë, edhe është vajzë me shpirë të pasër. Që që çdo mashkull do ishte me fatë... A për Noelin, se që të du me dojtë të Hedi ka la mikrofonin. Hedi a kështë me kënu për Valentinën, a për Noelin dasëm? Për dëtë. Së një dojta. Së një da, a? Ja, problem është një da. Si mi da, si mi vra. Ti a kështë me kënu dasëm për Valentina, a për Noelin? Ne kështë kënu kongë, për thot nani kënë një bia, po nga vjenë në shpia. Edhe kështë akop Noelin me... Unë vetëm ka një gjë që... Valentinën, dorë për dore, i fostonin e bardë, ti a kështë qitë kravatën, ta kështë adhona të lullin e dorës, me ta qitë bakshishin, karamelat, edhe ti me shjur maks. Gani, unë kam qef nusë e marrë në Kosovë. Nusë në Kosovë.
Liridonin e kena beqarë, se këta që të konë martum. Ku e Jo, Liridon? unë jam... Liridon, hajde zemër njerë këto të shoh preferencë. Hajde Liridon zona, po po. Mos lëviz Liridon. Oki, mos nga të Red pak. Po po Liridon, e. Ari, afër që... Ja mikrofonin. Jo, Liridon. Gjoj qik nështë të gjo, të flasë. Liridon, këshore Valentinën mirë. Liridon, unë e qa du për ti, Liridon, ti me mi shprej disa fjallë dashurie, qysh kishim ja shprej një vajze, edhe në këtë rast Valentina që ka qef marë nuset ma lishev. Kjo është një vajzë e bukur edhe po shkëlqen shumë. Ja vlen sikur kja me pos një vajzë edhe me qu në shtëpi. Ti, shprejo. Po më spori du të më jop edhe dashuri kësojna, për shembull për me besu kjetone. Edhe veç i jap suksese, inshallah, dha Zotit jetë e lumtur më spori. Vete, a di me maru fli, a di me maru palacinka. A din pite me qitë. Sa i thonë me të rënë rufeja aty ku se pretë, edhe këtu në Fierce Channel. Ta ma me të ra rufeja në Fierce Channel. Ullu. Këja për gjithë Valentin. Atëhera të flasë unë, ti falender që ke këtë përshtypje për mu. Po unë e kam thënë dhe kur isha një të smajhome, duj që palestru, se s'kam që A shën ti palesë, ka zoj ti fshek që për Valentinat. A do kështë ti trup palestru, i që këshu muskulos, që edhe unë kur të them që gjeta i burë, të mburemi që i ka ti e më shatin tim. Po për ashtu jam, ati me më fletë. Jo. Deshe jakner. Deshe, tregoj, po, deshe. Tregoj aftësit. Po të heke jakner, se a ki bluz mrapa. O kik. Unë po hiki se nuk më intereson. A Valentina më tiki, a se tregoj? Nuk më intereson. Mos e latë zhvishët katë një qiku në vajnë. Pa marë pashush reagimit Valentinës, a të duk që ditim ja shprej për qimet. Po kë e shprej që a mendoj për Valentinën se një vajzë e bukur. Sa të refuzoj? Edhe filloj me... Do kaloj të ti? Po nështë ta dënë një burë për shumë me pos me muskulatura. Me muskulatur, thë. Ma di me pos fuqi. Bedin, ku të fillon jeta reole. Për s'ka fuqi? Liridoni ka kishë kuptu Valentinën, kjo tha të palestruar, që duket i palestruar... Bërë Liridon kështu? Une, muj me qura... A mund qërën ti? Vëllaj sot dush. Një duar në gjidje, ua! Më habiti sjellja Valentinës, gjithë ky yll, gjithë ky bukurash. Një djallë modern, që ka jetu në Evropë. Që tha, qanë ranë, apo qanë ranë ti, për mikrofonin? Unë e më konë në Gjermani pa orë të në Kosovë, do më thonë e kam edhe kulturën atje, ta bëdin. Edhe Valentina ka jetu në Itali, Milano? Milano? Po, qysh me... a zaher ka spoj mes Italisë? Spoj, a bëdin, se ko mundësi me po spoj, për shumë, se kja ko për shumë, ko mundësi që ajtë në Italianë, shumë ndryshe njerëzit, ko mundësi edhe në Gjermani janë ndryshe, a bëdin. Pse refuzoj ta mërmenja Valentina Liridonin? Pasha Zotën, unë nga të kam edhe pitutna, shumë i qartë. Shumë i qartë e? Po dhe, për sa, unë nga të edhe pitutna. A mo kjo s'ka ditë mirë, unë ja kësha shprej ma mirë asoj. A e kështë? Noen? Pse... Refuzoj Valentina. Po vartë është qeshje preferencash. Qeshje preferencash. Nuk është nej ofendim. Po pra nuk, asje semi për ofendime këto, po. Djallin simpatik e valojnë. Po pra. Djallin simpatik. S'ka lidhe tash, du të më lidhe i burrat edhe të fulmi, tani me qumja që dole mja lypa. Nga ne? Në da dete. Pse me përmes burrave lypët, a? Okej. Që se si allojnë dore me grabite me qumë shpe. Zeka? Apo... Ko mund si edhe mosha nështë për shumë, a bëti si kja është për shumë? Jo, Valentina moshe re, tutna. Tutna, shkojmë. Zek?
A diti zek mja lyp Valentines, nuk e mora me. Zek. Po zeka? Unë besoj se nuk është përshtatja e asaj. Bravo. Besoj se e kam mu ka qëtësu Valentina, eftojnë skena për meje. Kujdes, Valentin. Vale, që ndodhë? Du që të egzagerohet, nuk jena në përputhën këtu. Okej. Po të jetë përputhën, jena përgatitur të zgjedhim njeriu në dur, por Unë i nuk them jena në Bali që tani përputhën këtu. tifusat në sfond këngën e Blonës, ti nuk din as me ma lyp. Dëgjoj që atë Noeli. Noeli tha se ai nuk ka ditë me ta lyp. Jo, nuk ka të bëj kjo fare. Atëherë, nëse njeriu do të vendosi, e para nuk vendos fare në Ti ishe mrapa kamera, për në gjithë respektin, ai pat një mikrofonin të Valje. Valje, qa thetje? Ky nuk ka ditë fort mirë. Po. Ishtë dosh pak me dashni, pak ma Ti Val romantik. di më mirë nga ai? Qish? Ti di më mirë nga ai? Una? Unë jam i stokët. Të ftoj ty të Kur shikojmë. dush? Hajde, Val, Bismillah të tjetëri. Oke, mikrofonin e këmë me vete, po. Vali, Po. kujtoju une kur du dikuj mjari kujtu që kujdes kur shkojsh me dhonë logari, kujtoju në të zvorrit, thëmë. Edhe ti kujtoju në të zvorrit kur këthesh një stëgë. E kam një fatë mirë se Ramazani o ngatë. Edhe gjera i shlyen gjënohet. Vali prej stokët. Nuk jam i gjërmënis. Vali për Tirana jam dhe unë. Si je? Mirë, Si po kalon? Shumë mirë. Shtu me disponoj mirë? Mirë. A kështë pa dëshirë më martu në katon atje? Hajtë. Hajna kohë. Respekt. Valentin, ka që si e lyp ma? Shu e Se si tha po vjen Marishev? O, Malesheva ka pot... Legali. A dy qysh kur hypi këtu, ka venu një farë trej me nashtë e merë me që të shpije për shty, e su koni përgatit. I falenderoj, respekt për ju. Respekt, ishte që aktrimi... Ishte pjesë aktrimi, ne vazhdojmë me spektaklin Si tonë. të duke gjitha kjo? Po, ishte një skene, kështu pak për relaksim edhe të emisionit, Qike sepse dy sikletshme emisionet për ishin Valentinën. më serioza, ishin me tema më... E sikletshme, Ishin po. me tema, Pak e por kjo sikletshme ishte për një mu. skene aktrimi pak me e sikletshme, por ti në dytën herë nuk ishte e sikletshme. Kështu që mirë kaloj, mirë. A ndive në sikleti se Valentina po të ke sikletshme? Pak edhe unë po të emocioni për shumë se dërkja... Bukuria saj të ndoja. Bukuria kësoj e modhe, edhe rrisin edhe emocionit e moja, vëdin. E pëse pja bërë me dorë kështu? Qa këngëm kështë kënduar me atë? Qa këngë kështë këndu ti, Valentinas? Ja, vëlloj, me këndu shumë larga. Nuk din me kënu, e vesh me emocione me ta shprej. Se për një mojnë quna tjerë? E po të presonte. A rjetë këngën e ja po të presonte. Hajde këndo ma pak në vend Zek, në vend imaginoj që po këndon Leo, ja Zeka e këndon për shkak Zanit, Zek e ja po të presonte. Dëgjoj ti me vëmen që po të të Lirdoni. Ja, po të presën sonte, mali po më merë, ja, se po voj shumë, pa ty se ka me let, dikur ne ishim bashk, kreti pa ta fal, mos haro këtë zemrën time, dashurin e par. Gajtë më dhatë, pa. Si kalove sonte, Doni? Për ty, Leo. Shumë mirë, jam i hera por që jam në mision, edhe shumë i kun kalu. Respekte për gjithë, faleminderit për që kënim prit mirë. Respekti, faleminderit. Edhe Zoti inshallah jena mirë shnë shkret. Po inshallah. Zeka, si kalove sonte? Ta them sinqerisht, unë ndihem shumë i lumtur edhe të faleminderoj për ftesën. Kjo është
histori e jetës tem, një dëshirë që unë e kam dashur ta kem, edhe faleminderit Zotit më plotësoi, faleminderit teje, faleminderit shoqënisë që më kanë dhënë për kraje, kështu që unë ju uroj suksese, të keni shlet edhe lumturi, harmoni në jetë. Faleminderit. Vali? Që të kalova mirë, po vetëm që ku qenë shpe. Kismet nesër. Unë nuk tasha shumë o kika, edhe pres Dhe t'kem dashuri. ta shijojmë edhe Faleminderit putat të shumë. tjera. Hejd, Kena kalu mirë. Gania. Mirë shumë, po ka momente që kena me kalu edhe ma mirë. Lume. Jam djerë shumë mirë këto tri, si thonë Shqipi, puntata apo Tri emisione, po. Jemi kënaqë gjithë bashku, ka shku gjithë shka mirë, kështu që vazhdojmë edhe me tutje të jetë mire ma mirë edhe ma mirë. Faleminderit. Vali? Unë prisja na i shit madhe dhe të binte na i rufe këtu ke mu, kur momentin që bëm atë rolin me atë, po që gjithë shka bukur është pjesë e emisionit, edhe shpresojmë që na kuptojnë dhe na mirë kuptojnë njerëzit, po shumë mirë, sinqerisht shumë mirë. E ne takojmë nesër mbrëma, deri atëherë bashkë miru takofshin, ju duam shumë, vazhdojnë që ndoni me First Channel, vazhdojnë që ndoni me emisionet tona, bashkë natën e mirë. Natën e mirë.